Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Fillimisht Allahun xhallahu ala falenderojmë, vetëm atë madhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhallahu ala që na udhëzon në rrugën e drejtë, na jap qëndrueshmëri dhe stabilitet, do të na ruan nga çdo lajthitje, shtrembrim, devijim, shkatërrim apo dënim qoftë këtë botë apo botën tjetër. Lavdatat e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe të nderuar, si zakonisht edhe kësaj jave jemi në takimin e radhës me ligjëratat tona të zakonshme çdo të diele dhe jemi në takim me një prej emrave të Allahut azza wa jall që shpresojmë që do të trajtojmë dhe shtjellojmë sot së bashku inshallah. Para se të filloj të përmendi atë që dua të them lidhur me emrat e Allahut azza wa jall, dua që të gjithëve t'ju kujtoj me fillimin e ditëve të bekuara të Dhulhijhes, e që shpresoj çdo kush prej neve e ka parasysh dhe është përgatitur për atë që tashmë veç ka filluar. Nuk dën shumë analizë, as nuk dën shumë studim që njeriu të kupton në bazë të teksteve të Kuranit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çfarë vlere kanë këto ditë. Mjafton hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam ku thotë se këto janë ditët më të mira të kësaj bote. Në këtë dunja ditë më të mira se ditë e Dhulhijhes nuk ka. Gjithashtu krahasimi i këtyre ditëve me 10 ditën e fundit të Ramazanit, gjithashtu e qet në pa vlerën dhe shenjën e këtyre ditëve tek Allahu azza wa jall. Gjithashtu ajo që duhet ta kemi parasysh kur dëshirojmë që ta kujtojmë veten tonë me vlerën dhe mirësinë e këtyre ditëve, të kujtojmë vetëm atë çfarë ndodh në këto 10 ditë. Ajo çfarë ndodh në këto 10 ditë nuk ndodh në asnjë ditë të vitit. Dhe nuk ndodh në asnjë rast të mblidhen të gjitha ibadetet madhore sikurse i ka mbledhur Allahu xhallahu ala në këto 10 ditë. Andaj të gjitha ibadetet, shtyllat e Islamit, bazat e fesë, të gjitha ato vepra të mira që besimtari ka mundësi të afrohet Allahu xhallahu ala, të gjitha këto janë të përmbledhura të mundshme në këto 10 ditë. Prandaj mjafton vlerë për këto 10 ditë prezenca e ditës së Arafatit, një prej ditëve më të mëdha, madje dita më e madhe e vitit. Dita më e vlefshme dhe më e çmuar e vitit. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend se në asnjë ditë gjatë vitit vepra e mirë nuk çmuohet dhe nuk vlerësohet si në këto ditë. Prandaj asnjëherë gjatë 12 muajve kur në asnjë ditë nuk ke pas mundësi që më tepër shpërblesh se në këto ditë, të cilat kanë filluar sot. Prandaj çmimi i veprave të mira është tejet i ngritur. Është shumë i lartë. Allahu xhallahu ala e din sa është. Prandaj nëse në ditë të tjera të vitit kemi nganjëherë përmendje numerike të shpërblimit, se është kaq ose aq, 100, 200, 700. Kemi përmendje të natës së Kadrit, 1000 muaj e kështu me radhë. Atëherë të gjitha këto përballë ditëve të Dhulhijhes mbeten domthonë të thjeshta, po them kështu kushtimisht në raport me Dhulhijhen. Për shkak se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditën që se ka merret, në asnjë ditë nuk shpërblehesh më shumë se në këto ditë. Prandaj këtu nuk ka numerikisht sa shpërblehesh, por ka se shpërblehesh më shumë se në çdo ditë tjetër. Andaj duhet që t'i kushtojmë vëmendje çdo minuti të këtyre ditëve që ta shfrytëzojmë si duhet. Në anën tjetër, dhe nderuar, 10 ditë i Dhulhijhes është edhe një shans nga ana e Allahut azza wa jall dërguar robëti për plotësuar dhe për të dëshmuar keqardhjen e sinqert për
shkuarën e 10 ditët fundit të Ramazanit. Pra sa prej neve, kur ka kaluar Ramazani, kemi ndinje keqardhje se ka pas mundësi të jetë më mirë, është dashur të lexoj Kur'an më tepër, është dashur të mirë me këtë më tepër, është dashur, besoj që çdo musliman gjithmonë ka hapësirë për keqardhje, gjithmonë. Sado që ai të jap mundin maksimal në adhurim, gjithmonë ka hapësirë për keqardhje. Andaj ja kanë ardhur dhe Dhulhijhes që të dëshmosh Allahut Azza wa Jall seriozisht dhe sinqerisht se ti me të vërtet keqardhje ke pas shumë serioze. Shumë i sinqert ke qenë kur je ndi keq për kalimin e muajit Ramazan. E nuk ka qenë thjesht një shtirje, nuk ka qenë thjesht një hipokrizi, por ka qenë shumë e sinqert. Prandaj të dëshmojmë Allahu xhallahu ala në këto 10 ditë atë që ndoshta na ka mbetur keq që nuk patëm mundësi të dëshmojmë në 10 ditë e fundit të muajit Ramazan. Në këto 10 ditë e Dhulhijhes të nderuar nuk ka ndonjë ibadet i caktuar që besimtari i përkushtohet vetëm atij. Mirë po ajo që është më e preferuara që ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga gjithë adhurimet është përmendja e Allahut azza wa jall, dhikri. Të cilin mund ta bëjmë në çdo situatë, në çdo rrethon, në çdo rast, nuk duhet, domethënë përgatitje e posaçme, nuk duhet vendi i posaçëm, nuk duhen rrethona të posaçme, por duhet vetëm një gjendje e posaçme e përkushtimin te Allahu xhallahu ala që Allahun ta madhrojmë në këtë ditë. Nëse Allahu xhallahu ala e ka përmendur në Kur'an që në këtë ditë janë ditë e dhikrit. Li yadhkuru smallah, që ta përmendin Allahu xhalla xhelaluhu në ditët e njohura, e këtu janë ditë e njohura. Ditë e njohura tek Allahu xhallahu ala me përmendje, me shpërblim, me madhrim ndaj tij kështu me radhë. Edhe pse në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se vepra mirë këto ditë shpërblehet më shumëti, përfshihet çdo ibadet që mund të futet në vepër të mirë. Prandaj preferohet të shtohet namazin nafile, preferohet të shtohet sadakaja, preferohet të shtohet agjerimi, preferohet të gjitha këto që të shtohen. Edhe pse për disa prej adhurimeve nuk ka transmetim se i ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por ka nxitje dhe kjo mjafton për neve udhëzim që t'i përmbahemi. Prandaj ajo që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto ditë se ai më së tepërmi e ka veçuar këto ditë me dhikr, përmend Allahu azza wa jall, sikur që e ka përmend fjalën la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj përmendja Allahu xhallahu ala me fjalët subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pastaj tekbirat që i këndon besimtarin në Bajram fillojnë prej sot me i thënë vetën e tij kudo që gjendet Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahil hamd. E gjitha këto këto që cilët ti preferon për vetën e tij. Dhe në anën tjetër të kujdeset maksimalisht për çdo mëkat, qoftë edhe më i vogël, që ka mundësi ta zbej shejtnin e këtyre ditëve. Wallahi me ditë besimtari, sa janë këto ditë shenjta tek Allahu xhallahu ala, do ta mbyllte gojën tërësisht derisa të kalojmë këtë ditë. Po të dini sa janë shenjta këto tek Allahu xhallahu ala, do të mbyllte syt sa të është e mundshme. Po të dini sa janë shenjta këto tek Allahu xhallahu ala, do të mbyllte veshët, do të lidhte duart. Do të gjitha këto do t'i bënte që mos ti mundsohet në asnjë rrethon, madje edhe në afekt të bën ndonjë nga ato veprime që e njollosin apo e zbehin shejtrin e këtyre ditëve që e përmendëm më herët. Prandaj, sikur që kujdesemi për veprat e mira, sikur që kujdesemi për shtimin e punëve të mira, të kujdesemi edhe në anën tjetër, sikur që duhet kujdesemi vazhdimisht, por veçanërisht në këtë ditë të kujdesemi për çdo mëkat. Kur them mëkat, nuk nënkuptoj mëkat të mëdha, por çdo vepër që nuk është e pëlqyer, madje të mundohemi të largohemi nga ato që ndoshta nuk arrin në nivelin e mëkatit, por janë ndoshta vepra të papëlqyera me kruh, nuk është mirë të bëhen edhe nga ato të largohemi. Respekt për madhrimin e këtyre ditëve. Respekt për ato që bëhet në këto ditë. Respekt do të thotë për vlerësimin që Allahu xhallahu ala u ka bërë këtyre ditëve. Andaj ai i cili i madhron këto ditë, ai i cili i shenjtron këto ditë lëndëruar, ai i cili u kushton vëmendje të posaçme këtyre ditëve, kjo është shenjë e drejtë për drejtë e prezencës së takvallokut në zemrën e tij. Nga se këto janë min sha'airillah, këto ditë janë simbolet e Allahut azza wa jall, që i ka vendosur në tokë,
shenjat e udhëzimit drejt Allahut azza xal. E Allahu xhallahu ala ka përmendur në surën Al-Hajj apo se kush i madhron simbolet e Allahut, kjo është shaj e devotshmërisë dhe takvallokut të zemrës së tij. Prandaj këtu ki mundësi ta matësh veten tënde se sa është prezente devotshmëria, sa ti ke prezent zemrën tënde takvallok, ajo që të duhet domosdoshmërisht për të futur në xhenet në këto ditë. Sa i madhron këto ditë. Madhrimi nuk është do të thotë gojor, por madhrimi bëhet me vepra. Sa vepra të mira po bëjmë, sa po largohemi nga punë të këqija e kështu me radhë. Prandaj në kuadër të kësaj kam menduar që ta përzihet në emër të Allahut azza xal, që shpresoj do të na ndihmon inshallah që në këto ditë të jemi më aktiv, që në këto ditë të jemi me të vërtetë në aksion të mjaftueshëm, të duhur për të marrë shpërblimet e këtyre ditëve. Edhe pse çdo emri Allahu xhallahu ala wallahi na nxit në këtë drejtim. Sa më tepër njohim Allahun xhallahu ala, më tepër domthonë motivohemi për të adhuruar, mirë po ndoshta nganjëherë në situata të caktuara ndonjë emër na ndihmon pak më shumë se tjetri, e jo që tjetri nuk na ndihmon fare. Çdo emër na ndihmon, por nganjëherë ka mundësi na ndihmon diç më tepër se diç tjetër e kështu me radhë. Ju kujtohet se kur kemi fol për pendimin dhe kur kemi fol edhe për kualitetin e veprave, kemi përmendur se janë disa pika, janë disa sebepe që duhet të ndërmerr besimtari që vepra e tij të jetë kualitative, që teubeja e tij të jetë kualitative, që ai të motivohet vazhdimisht për falënderim, mirënjohje dhe adhurim te Allahu azza wa jall. Dhe nga ato pikat kryesore më të rëndësishme që kemi përmendur është vend takimi dy pikave kryesore që i ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah, e që kur ato dy pika takohen dhe goditen fuqimisht, atëra goditja e këtyre dy pikave shpërthen fuqinë tek besimtari për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Për çfarë pika bëhet fjalë? Pika e parë është njohja e mirësisë së Allahut ndaj robit. Sa të ka bëu Allahu mirë. Apo sa më tepër ta njohësh Allahun xhallahu ala nga ky aspekt, më tepër motivohesh për të adhuruar. Dhe në anën tjetër, ajo që jap kuptim më tepër kësaj njohje e vetes tonë, të mangët, të cunguar, të zbeht e kështu me radhë. Ane sa më tepër njeriu i njeh mirësitë e Allahut xhallahu ala, dhe sa më tepër e njeh veten e tij si një mëkatar, si një mosmirnjohës, dhe pika e goditjes së këtyre dy pikave shpërthen fuqi tek besimtari për të adhuruar Allahun xhallahu xhelaluhu. Andaj pjesa e parë ka të bëjë me mirësitë e Allahut xhallahu ala. Prandaj kam përzgjedhur të flas për një emër të Allahut xhallahu që pikërisht ka të bëjë me këtë kategori të emrave të Allahut xhallahu ala që neve na shfaqen dhe na vetëdijsojnë për mirësitë e Allahut ndaj neve. Edhe pse ky emër nuk është i përmendur në Kur'an si kur emër, por është i përmendur si cilësi, ndërsa si emër është përmend hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është e mjaftueshme për t'ia pohuar Allahu xhallahu ala këtë emër. Fjala është për emrin Allahut El-Muhsin, i cili është përmend në disa të hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sa do të mundohemi që të flasim lidhur me këtë emër. Emri Allahut El-Muhsin dhe ndëruar vjen për fjalës husn ose ihsan në gjuhën arabe. Dhe kjo ka disa kuptime që do të na ndihmojnë pastaj që ta kuptojmë edhe më drejt këtë emër në raport me Allahun xhallahu ala. Fjala husn në gjuhën arabe përdoret për disa kuptime. Kuptimi i parë është husn është diç e bukur, që nuk kupton e kundërta e diç e shëmtuar. Andaj kur dikujt dëshiron të i thua se është i bukur, i thush hasan al-wajh, fytyrë bukur, apo e kur i thua i keq, i shëmtuar, qabih, e kundërta e husnit. Andaj husni është i bukur, i mirë, ose qabih është i shëmtuar dhe jo i mirë. Kjo është një kuptim që vije domosdoshmë me të fjala husn. Gjithashtu fjala husn vije edhe jo në kuptim vetëm të pamjes, por edhe në kuptim të veprave. Andaj për shembull kur një njeri e bën një vepër të mirë, i thuhet ahsanta, apo ke bën mirë, shumë bukur ke vepruar, në rregull ke vepruar. Prandaj është e kundër fjalës esaa, që është me bë keq. Prandaj sejiat janë të këqijat, ndërsa hasanat janë të mirat. Prandaj për fjalës hasan vjen edhe kuptimi i veprave të mira. Gjithashtu nga kjo rrën e kësaj fjale vjen edhe fjala ihsan,
që na e dim çka është ihsani, është kulmi i kësaj feje. Andaj ihsani ka gjithashtu dy kuptime, sikurse do të shtjellojmë më poshtë. Ihsan është fillimisht bamirësia e njeriu në raport me veprat e tij. Domthonë ihsan është që ti përmirësosh, ti rregullosh, ti zbukurosh veprat e tua. E që e ka përmendur dërguari sallallahu alajhi wasallam cilëtetin më të lartë të veprave që është ta adhurosh Allahun sikur ta shohësh atë. Nga se edhe pse ti nuk e sheh Allahun, Allahu të sheh ty. Kjo është kulmi i veprave. Do një njeri që Allahun e adhuron sikur me e pa Allahun xhallahu ala, kjo është kulmi, më mirë me adhuru mos ka mundësi askush. E pastaj vjen kategoria e dytë e ihsanit, nëse nuk ke mundësi me adhuru sikur pa sheh, atëherë spaku ta adhurosh me bindjen se ai po të sheh ty. Kjo është një kuptim i ihsanit, dhe kuptimi i ihsanit është bamirësia e robit e njeriu ndaj të tjerëve, ndaj njerëzve. Dhe kjo është shumë lloje, sikurse do ta përmendim. Andaj bamirësia ndaj veprave, bamirësia ndaj krijesave, veprat e mira, fjala e mirë, sjellja e mirë, pamja e bukur, gjitha këto janë kuptime që burojnë nga rrënja e fjalës që nga ajo pastaj formohet edhe emri Allah xhallahu ala el Muhsin. E përmenda më herët ndëruar se emri Allahut el Muhsin nuk është përmend në Kur'an. Nuk është përmend sikurse emër, nëse si veprim është përmend. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk. Edhe ti bën mirë sikur që të ka bëu ty Allahu mirë. Ani ahsana Allahu ilejk është vepër, cilësia Allah xhallahu ala. Prandaj si cilësia është përmendur, po jo si emër, drejt për drejt se ka emrin Muhsin. Prandaj edhe kjo ka bërë që disa predietarëve të hezitojnë që Allahu t'ia pohojnë emrin Muhsin. Mirë, po hezitimi i tyre është i pavend, për shkak se argumente janë të qarta, ku i dërguari sallallahu alajhi wasallam e ka emërtuar Allahu xhallahu ala me këtë emër. Andaj kur i dërguari sallallahu alajhi wasallam e emërton Allahu xhallahu me këtë emër, për ne është mjaftueshme si argument se Allahu ka emrin El Muhsin. Pra ne kemi dëgjuar edhe prej emrat e njerëzve Abdul Muhsin, apo që është prej emrave të Allahu xhallahu xhelaluhu. Një prej këtyre haditheve është hadithi që i dërguari sallallahu nga Anas ibn Malik, ku ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, idha hakamtum fa'dilu. Kur të gjykoni, gjykoni drejt. Wa idha qultum fa ahsinu, e kur të fletni, fletni bukur. Nga se fa inna Allaha muhsinun yuhibbu al-ihsan. Nga se Allah është muhsin, këtu kemi pohim të emrit Allahut Muhsin. Nga se fa inna Allaha muhsinun, Allah është muhsin, yuhibbu al-ihsan, e dëmë bëmirësin. Këtë hadith Shejh Albani e konsideron të mirë që argumentohet me ta. Gjithashtu, në hadithin e njohur të Shaddad ibn Aus, radiallahu ta'ala anhu, që li thot, kam mbajtur mend nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam dy gjëra. Sot ai ka thënë, inna Allah azza wa jall muhsinun yuhibbu al-ihsan. Allah është muhsin dhe e don bëmirësin. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Që ka edhe kur të vrani mirë, me rregull. Besimtari nuk është shkatërues, nuk është zullumçar, nuk është dhunues. Prandaj kjo nuk kupton vetëm vrasjen në luftë, që besimtari detyrohet ta bën kët për arsyet e njohura, por kjo ka të bëjë edhe me ndonjë mbytje të ndonjë kafshë, apo nganjëherë dikush për shembull zhvillon aftësitë e mundimit dhe torturës mbi ndonjë insekt, mbi ndonjë kafshë e kështu me radhë. Nëse kena nevojë me mbyt ndonjë insekt apo me mbyt ndonjë kafshë, atëherë kjo bëhet me të parën, sa të ka mundësi njeriu. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur na ka porositur për vrasjen e zhapinit, apo që ka në hadith al-Wazag, hadithin Buhari, ai që i ka fryr zjarrit e Ibrahimit alayhis salam, ka thonë kush e vran me të parën i ka 100 sevape. Prandaj edhe kjo që është e përuar të vritet, apo nuk lejohet me nxon, me do copa, me do një pjesë, ja. Besimtar nuk është i këtij zullumi, nuk bën kësi padrejësie. Por, nëse detyrohet me vrarë, këtu është i mirë. Edhe këtu e kryen me përkushtim, edhe këtu e përsos punën tamam sikurse duhet. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Kur domon vrani ose mbytni çka do qoftë që ka nevojë njeriu, kjo të bëhet në mënyrën më të lehtë dhe më të mirë. Wa idha dhabhtum, edhe kur të therrni, që është koha tash e qurbanave, fa ahsinu dhibha, dhe gjithashtu kur të therrni në mënyrën më të mirë dhe më të lehtë të mundshme. Andaj
i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka përfruar që dikush për neve ku do me therr kafshën, ta mbrej mirë mjetin që do me therr me ta, dhe të jetë i kujdesshëm dhe din që ta t'ia lehtëson kafshës, domthonë therrjen. Dhe kjo është nga bamirësitë e besimtarit që shfaqen edhe në këtë rast, kur ai therr ose mbyt, Allahu xhallahu ala na ka urdhëruar që t'jemi të mirë të kujdesshëm. Prandaj në këtë hadith është përmend emri Allahu xhallahu ala Muhsin, sikurse e pam të dyja rastet. Sa i përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, nga se përmendëm kuptimin gjuhësor dhe përmendëm argumentet që pohojnë se Allahu xhallahu ala është Muhsin. Mirë po, kuptimi i drejtë i këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, padyshim se duhet të bëjmë plotësime të domosdoshme në këtë rrafsh nga kuptimi gjuhësor. Nga se kuptimi gjuhësor ka disa kuptime që nuk janë të përshtatshme ti pohon Allahut azza wa jall. Prandaj realisht El Muhsin çka është? El Muhsin është bamirës i vazhdueshëm. Prandaj bamirësia dhe mirësia dhe begatia Allahu xhallahu ala ndaj robëve të tij dhe përsosmëria e kësaj mirësie është cilësi e vazhdueshme e Allahut azza wa jall që nuk ndohet nga ai kurrë. Prandaj Allahu xhallahu ala nganjëherë ndaj një robi, për shembull, sillet me emrin e tij El Ghafur, ja fal. Apo por nganjëherë përballë ti sillet me emrin e tij El Jabbar duke dënu. Apo a është cilësi e vazhdueshme pa ndom nga Allahu xhallahu ala El Ghafur? Nuk është, nuk ja fal gjithkujt. Po ja fal njerëzve me cilësi të caktuara, kërkesa të caktuara. Ose në një emër të tjetër i Allahut azza jall. Disa emra të Allahu xhallahu ala që në vetë tyre përmbajnë cilësi, atëherë këto nën kuptojnë se kjo cilësi Allahu xhallahu ala është e vazhdueshme të gjithmonë ashtu. Prandaj një nga ato është emri Allahut El Muhsin, i cili bën mirë, dhe i cili e përkryen atë që e bën. A ka mundësi ndonjë vepër Allahu xhallahu ala të bëhet në nguti dhe të bëhet me tmeta dhe të bëhet e papërkryer? Nuk ka mundësi kurrë. A ka mundësi që Allahu xhallahu ala dikujt qëllimisht i bën keq? Ja, Allah është bamirës. Allahu xhallahu ala është bamirës, edhe kur e dënon dikën edhe këtu bën mirë. Asnjëherë Allahu xhallahu ala nuk bën sherr, nuk bën keq, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sharru laysa ilayk", e keqja nuk absolutisht nuk i atribuohet Allahu xhallahu ala në asnjë rrethon, në asnjë rast. Prandaj El Muhsin është bamirës i vazhdueshëm në çdo situatë, në çdo rast që ka përfshi mirësia e tij dhe ka përfshi begatia e tij dhe ka përfshi bamirësia e tij të gjitha krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej kuptimeve të emrit El Muhsin që kanë përmendur dietarët është se Allahu azza wa jall, domethënë fjala ihsan është një kuptim i shtuar i fjalës adl. Çka është adl? Adl është drejtësi. Për shembull, drejtësia është që t'ja për çdo kujt hakun që meriton. T'ja kthesh atij me të mirë që të ka bërë. Nëse fjala ihsan në gjuhën arabe dhe pjesës vjen fjala muhsin, i bie t'ja për dikujt shumë më tepër se ai që t'i jep ty. Prandaj Allahu xhallahu ala është ai i cili me këtë emër i jep krijesave të tij shumë më tepër se që ata i japin Allahut azza xhall. Dhe ajo që Allahu i jep krijesave është ajo që krijesat kanë nevojë të vazhdueshme për të. Dhe pa të nuk paramendohet jeta e tyre. Ndërsa ajo që krijesat mendojnë se i bojnë mirë Allahu xhallahu ala, Allahu nuk ka nevojë për të. Ai që ka emrin Allahu El Muhsin është ai i cili i bën mirë krijesave vazhdimisht, u bën mirë gjithmonë në çdo situatë, çdo rrethon. Mirësia e tij është e madhe dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala u bën mirë krijesave për atë që ata kanë nevojë. Nëse krijesat mundon me bë mirë për atë që kanë nevojë vetë krijesat e jo Allahu subhanahu wa taala. Qase Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë për asnjë vepër tonën. Nuk i duhet asnjë namaz jone, as nuk i duhet asnjë përmendje jona, as nuk i duhet asnjë lexim i Kur'anit nga ana jonë, nuk i duhet asgjë. Nëse krejt çka vjen pi Allahut, a ka diçka që nuk na duhet? A guxon ti kur më thon Allahu xhallahu o Zot këtë begati që diçka më ke mos më jap, mos po më duhet. Ne kemi për çdo begati Allahu xhallahu ala. Na madje edhe këto që i kemi nganjëherë na duken pa mjaftueshme, edhe kërkojmë të na shton Allahu xhallahu ala begatit. Dhe a ka ndonjë situatë për shembull ku nuk kemi nevojë që Allahu të na bën mirë? O Zot, faleminderes, bën ke bën mirë. Çu tash dikun tjetër mua mos s'ka nevojë mua. A ka kështu situatë kur? Ka situata ku njeri thot njerit,
Dikush i ka ndihmuar dikujt, dikush e ka mësuar dikën, dikush e kujdes për dikën deri në situatë, ku derisa është pavarësu prej tij. Dhe kon Allahu shpërbleft, nuk kam nevojë më. Nuk kam nevojë për bamirësinë tonë, Allahu shpesh shikon një mëtar dikujt tjetër, kujdeset për dikën tjetër. Kjo na pat me njerëz. Mirë, po a mundemi ne të pavarësohemi nga bamirësia Allahu xhallahu ala që themi se Zot, faleminderit për te deri tash shkruaj në fukara tjetër pasuresë, s'kam nevojë më. Këtë s'u ne bëjmë kurrë. Andaj varësia e robit nga emri Allahu xhallahu ala është Muhsin, është varësi e vazhdueshme. Asnjëherë nuk pavarësohet robi nga përfitimi i tij nga emri i Allahut subhanahu wa taala. Një prej dietarëve e ka detajzuar duke i ndar përfitimet tona nga emri i Allahut El Muhsin, i ka ndarë në 3 kategori. Dhe mendoj se njohja këtyre kategorive dhe të medituarit rreth tyre me lejen e Allahut azza xhel na ndihmon në atë fillime që ceka, që na motivon të na shtyn për të adhuruar Allahun xhallahu ala veçanërisht në këto ditë. Ka se ka begatina nua që na i dim, në çfarë kuptimin e dim, po na i dim çdo dikush na i thot. Mirë, po për të aktivizuar ato vetvetiu, që të na japin fuqi për të adhuruar Allahun xhallahu ala, nuk dina me i përmbledh si duhet. Prandaj nuk kemi tash kohë na më ulëm me menu, nga se tash ka ik koha e adhurimeve. Na duhen të përmbledhura, të ndara, që ato të na motivojnë, që ato të na stimulojnë për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Andaj një nga dietarët sikurse ka përcjell nga ai Kurtubiu rahimahullah, këtë ndarje e ka bërë të gatshme që ta kuptojmë si një dru që ka rrënjë, ka bazë, ka trung, apo që e lidh bazën me degët dhe ka deg. Pra ti nëse vizaton këtë trung ose këtë dru para vetes së dhe shikon vazhdimisht, të duken të qarta begatit Allah xhallahu ala ndaj teje. Edhe pse në çdo sqarim nga këto sqarime ka me qindra dhe mira begati tjera të papërmendura. Por s'paku njeriu ta ketë një hartë të orientimit në këtë drejtim. Na duhet një hartë e orientimit për ta njohur bamirësinë e Allahut ndaj neve dhe për ta njohur pastaj mangësinë tonë në raport me Allahun xhallahu ala. Andaj ky ka ndarë në 3 kategori bamirësitë e Allahut ndaj robit. Kategorinë e parë ka quajtur baza. Baza e njohjes së mirësisë së Allahut ndaj teje. Cila është baza? Një bazë e fuqishme me cilën ndërtohet njohja e Allahut si El Muhsin. Njohja e begative të Allahut xhallahu ala ndaj teje. Cila është baza? Ka thonë ky dietar se kjo bazë, domthon, i ka 3 shtylla. Baza e cila i ka 3 shtylla. Cila është shtylla e parë? Shtylla e parë e cila përbën bazën e kësaj njohje është ta kujtosh se nuk ke qenë askush i hiç e Allahut ka bëu dikush. Çka nuk kupton kjo s'ke qenë askush ka bëu dikush? Ti s'ke qenë absolutisht në ekzistencë kurrë hiç. As në asnjë plan s'ke qenë kurrë hiç. S'ke ekzistuar fare, atë çka nuk kupton fare s'ke ekzistuar, hiç s'e kon. Apo dhe nga mos ekzistenca totale dhe nga të qenë askush i hiç dhe s'e përmend kurrë hiç dhe s'ke qenë në asnjë listë kurrë hiç dhe s'ke qenë askund i përmendur, Allahu xhallahu ala të ka sjellë në ekzistencë. Të ka bëu që të përmendesh, ka bëu që të njihesh, ka bëu që të kesh formë, ka bëu që të kesh pamje, dukje, ekzistencë, prek, je, nga di që s'ke qenë fare. Prandaj Allahu xhallahu ala në fillim të surës El Insan, që ka kaptina El Insan, e kujton insanin me këtë begati. Hal ata ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. A thuval, hel ata ala l'insani, a i kujtojt njët e ajeku, ose hel ata mund të këtë dhe kuptimin, a thuval, a i ka pas njëri në i vak në herë, që kur së konë kërkushe, që ka mënyrë pytëse për të pëhuar, tash je, tash po egzistan, po tash je bo dikushe, a konë në herë në i vak që se konë kërkushe në herë, a të bjenë merë në herë në i vak që ti kërkushe që konë, hetë që konë, jo në kuptim, s'po flasë për autoritet në botë dhe pasuri. Kjo vjen. Si kon kërkush në kuptim të ekzistencës. Heq si kon. Absolutisht si kon. As uj, as far, as asgjë s'ka qenë heq. Para mëna, nga asgjëja të ka bo gjë. Kjo është baza begative. Kjo baza e kësë njëve, njëri me kujtu, subhanallah, heq, kërkun, për njëre,
të ka sjell Allahu xhallahu ala në këtë botë apo. Baza e dytë që e përmend ky dietar është shumë krijesa subhanallahu nuk kanë qenë. Madje të gjitha krijesat nuk kanë qenë. Të gjitha krijesave u ka parapri mos ekzistenca, mos të qenurit. Nga mos ekzistenca, nga mos të qenurit asgjë, Allahu xhallahu ala i ka bërë diç dhe i ka kryer në ekzistencë. Mirë po, kur i ka sill Allahu xhallahu ala krijesat në ekzistencë, apo ardhi aty në këtë ekzistencë është e lloj-llojshme. Dhe në këtë lloj-llojshmëri ka kategori të ndryshme ku më i privilegjuari nga gjitha këtu është njeri. Apo sa ka krijesat Allahut azza xal me Allah me miliona që nuk mundem numerikisht ne të vendosim sa ka krijesat Allahu xhallahu ala. S'po flas numerikisht sa ka, sa lloje numerikisht, jo individa. Se kështu Allah alem sa ka, po edhe lloje ka me Allah alem sa ka. Na nuk e dim. Para nga gjitha këto llojet që nuk mundemi t'i numërojmë as t'i dim, njeriu është më i privilegjuari. Krijesa më e dashur e Allahut azza xal, më e nderuara është njeri. Andaj nga asgjëja të ka sjell në kulm, të ka sjell më së larti, të ka bë krijesën më të privilegjuar. As nuk e ndin në këtë rast gjithashtu edhe ndikimin e emrit El-Muhsin, pa asnjë obligim se ka pas. As marrëveshje me ty, krejt thjesht fakti që të ka sjell në ekzistencë. Fakti që të ka bën njëri është komplet bamirësi e tij, veç mirësi. S'ka të bëj me asgjë tjetër. As nuk ka drejtësi, nga se drejtësia nuk kupton me të jap atë që i meriton ti. E drejtë e jam jo kon me kon njëri. A ka qenë e drejtë me kon njëri? Ja, absolutisht. Ka mujt me të bën ndonjë pej kafshëve. Shumë thjesht, edhe as nuk e kishte ditë shqipin me kon njëri. Të kish bo me kon shërbyes i dikuj tjetër, pash problema pëtën. Subhanallah, ka mujt me kon njëri shtot? Vëllaj, ka mujt me kon. Ka mujt me kon dhe një kafsh e caktuar që shërben për bal një ushqimi në aksham që a jep, pëtën. Me hangër, qaq, kur që ma tepër. Kajt që ka fitoni që kia me hangër, në fund, merë fundet të rapëtën. Të ka bo njëri, që ka në kuptan? Të ka ndëruar, duke të mundësuar që kandidash për fitimin më të madh. Nga se kandidat për xhenet bosh veç kur të ka bën njëri. As kush tjetër është kandidat për xhenet. Njëri, njerëz edhe gjin janë kandidat për xhenet. Tjetër kush s'është? Nuk kandidon as lopa, as kali, as delja, as luani, asgjë. Nuk janë kandidat për xhenet. Krejt mundi ty në këtë botë çka është për një kafshat buke. Krejt që kaq. Krejt që ka bën këtë dunja për që ta është. Nështë ty Allah xhallahu ala edhe këtu të ka bën mirë. Edhe paramnoja kur s'ka bërsh në ti e kur gjë. As ka si një marrë vesh, as kur s'ka intervenu. Thjesht, dhe pse ka dosh me të bën mirë, subhanallah, të ka prun këtë botë. Pse ka dosh me të bën mirë, të ka bën njëri aftën. Dhe shtylla e tretë është se Allahu xhallahu pasi që e ka sjellë në ekzistencë, pasi që të ka përzgjedhur me konjeri, gjithashtu edhe ti ka jap mjetet e duhura për të kuptuar dhe për të udhëzuar. Ka njerëz ka herë, por nuk i kanë mjetet e përshtatshme për të udhëzuar. Nëse ty ta ka jap mendjen, ta ka jap logjikën, arsyen, ti ka jap sy, ti ka jap vesh që të kuptosh e ndëgjosh e të shohësh e kështu me radhë. A është edhe kjo bamirësi e Allahu xhallahu ala apo është obligim? Thjesht bamirësi. Allahu xhallahu ala s'ka obligim ndaj asnjë krijese me jap atë çka ka. Absolutisht. Nuk ka obligim. Nëse në esencë Allahu s'u obligon askush, por nga nëna Allahu xhallahu ala e obligon vetën e tij me diç për të na stimuluar për më punë mira. Për shembull, Allahu xhallahu ala ja ka bë obligim vetes së tij që çdo kush që vdes duke mos i bërë shirk me fund xhenet. Kjo është obligimi i Allahut mbi vete. Ai e ka bë këtë obligim vetes vet. Për të ngritur çmimin e tauhidit. Mirë po, a ka kësi marrëveshje në krim? S'ka. Nuk ka marrëveshje në krim. Yakhluqu ma yasha. Fal çka don. Fal çish don. Edhe nuk ka ditë as kush të ankohet për asnjë tmet që ka.
nga se edhe këtë që ta kap, se ka pas bërsh me të ep. Absolutisht. Njerëz nuk e shikojnë nga ky kënd, prandaj njerëz shikojnë nga këndi i obligimit. Thosë Allah ka pas bërsh, apo më jep këto, më jep ato. Prandaj nuk kënaqet me emrin Allah El Muhsin. Por ti kur s'ki kur gjë, absolutisht hiç kur gjë s'ki. Dhe dikush vjen t'jep. Po ti vazhdimisht e kupton ka mund të më jap sa njëri u ka mbuq ka mund të më dhon atë. Ti s'e ke obliguar me kur gjë se obligon. Megjithatë nga mirësia dhe bamirësia që ka ndaj tetë ka dhon. Sa i mirënjohës atij njeri, e çfarë ta mëmani atëherë për Allahun xhalla xhelaluhu. Mendoj se këto ditë na duhet aktivizimi i kësaj ndjenje, kësaj bamirësie. Apo shikoj ndul hijja. Këto ditë të shenjta, këto ditë me mundësi të mëdha për të përfituar asnjë krijes që sillet për rrethë se ka këtë mundësi. Ti je. Edhe për llojet tan ka të atill që nuk kanë mundësi të përfitojnë. Nuk u ka jap mjet të duhura që të përfitojnë. Apo ty ti ka jap apo. A ndin këtë bamirësi dhe sa do të jesh tash mirënjohës ti përballë kësaj bamirësie të Allahu xhallahu ndaj te? Apo gjitha këto mjete do të jenë për ty tetë, ndoshta të parëndësishme, të pavëmendshme, nuk do të kenë fuqi për të lëvizur ty që ta ofrosh një adhurim kualitativ ndaj Allahu xhallahu ala, një adhurim cilësor ndaj Allahut te barekuhu teala. Një këto negative tash me siguri e përmirëson cilëtetin e veprave tona. Gjithashtu kjo është baza, tritham, apo nga asgjëja të ka sjell, nga mos ekzistenca të ka sjell në ekzistencë. Nga tërësia e krijesës që ka sjell në ekzistencë të ka përgjithësisht në kategorinë e më të privilegjuarve, ti je njeri. Pastaj edhe brenda kësaj kategorie të ka bërë që ti je i gjithashtu i përgjedhur duke të jap mjetet e duhura të nevojshme për të kuptuar, për të udhëzuar kështu më radh. Kjo është baza. Kjo bazë, kjo rrën e ka një trung. Dhe ky trung subhanallahu, trungu çfarë roli ka? Roli i trungut është që ta mban stabil një dru, nëse nuk e marrin rrojt, po e marrin trungu, as nuk e marrin gjithë as dekt. Dhe gjithashtu roli i trungut është që ta lidh rrënjën me degët. Apo për shembull, a keni pa njëri që i ujit gjethet? Ja, ujit të roja apëtën. Pastaj del frytin alt. Mirë për në qovë se i ndajmë këtë të trija. Rënd të lëjmë këtu, trungun e lëjmë këtu, edhe dek të lëjmë ka. Edhe ujitëm rënd ka. A përfitojnë dek? Absolutisht. As del fryti kur që del heqapën. E kush për mundësoj ka pra, që duke ujit këtë me dalë frytin alt? Kush? Trungu. Trungu është ai që është e bën ndërmjetësimin për të përfituar edhe rënja, edhe degët dhe gjethet. Prandaj trungu i bamirësive cili është ato. Do gjë ky dietar çka konsideron trungun ato. Rënja qenka ajo që ka të bëjë me krimin. Mos ekzistenca, ekzistencë, pastaj përzgjedhja, pastaj edhe dhënia mjeteve të duhura për udhëzim. Trungu i begative dhe i mirësive të Allahut azhjel është se Allahu xhallahu ala të ka udhëzuar në Islam. Kjo është e para. Nëse në këtë trung, domethënë janë 6 shtylla. Në të parën janë 3 shtylla, baza me 3 shtylla. Tash trungu i saj paska 6, sipas dietarit. Shtylla e parë është se Allahu të ka udhëzuar në Islam. Sa njerëz nuk e kanë këtë trung. Në trungun e tyre nuk është kjo shtylla. Sa njerëz nga begatia dhe mirësia Allahu xhallahu ala kanë vetëm rrënjt i kanë met cunga. Cung e rroja kur prehet trungu i tij jet cung. Kur gjë s'ka domosdoshmë. Sa s'ka për ti apo. Çata dhe munafiqët i ka thënë khushubun musannada. Cunga. Kur forfitimi s'ka san për ti apo. Cung. Prandaj trungu është ai që i jap imazh, i jap karakter, i jap kuptim drunit. Andaj Allah i ka dhënë kuptim krijimit tënd dhe i ka dhënë kuptim ekzistimit tënd dhe i ka dhënë kuptim mjeteve që ti kap të logjikës dhe arsyes duke të udhëzuar në Islam. Çfarë do të thonë? Çfarë kuptimi ka logjika nëse nuk çon me besu Allahun xhallahu ala? Çka i vjen atë njerëz mat?
Nëse si ka përdorur me njoftë Allahu xhallahu ala, çka dyn met? Ato përdoren për punë tjera, sahi. Po s'kan kurrë kuptimi. S'kan kurrë domethënie. Nëse njëri për shembull e ka një telefon, kajt punë me të kryve s'fol me ta. E çka i duhet ai? Ai për çet punë është. Nëse s'e përdor për me fol, për punë tjera ai ta vështirëson më tepër, ka diçka tjetër që më le ta kryjm punën se telefoni. Për shembull njëri nuk e përdor telefonin me fol. E për çka e përdor? E përdor me prej bukën. Sa hieka me prej bukë me telefon Allahu. Telash e bot. I thuhet për me prej bukë, mund me prej edhe me thik, si le telefonin. Andë njerëz e ngarkujnë me mend me të punë që dhe pa mend kryen. Edhe kafshë i kryen, edhe pa mend i kryen. Apo kush han ushqim më kualitativ se Leoni? Ai mishna që han ti në vjet s'u han një herë atë. Ai ditë për ditë han çse. Ati që duhen met për mish për ushqim kualitativ. Ai duhen met Leoni për ushqim kualitativ? Jo, dhe duhet takata. Fuqia i duhet. Nuk duhet met me hongër mirë. Nuk duhen met me pi mirë. Nuk duhet met me shëtu jepshin. Pasi ka kafshi më mirë se ti i bojnë këtë punë. Meti për të punë tjera. Nëse që ty së shvizën, i banë për stej për mjëm. Ande Allah në gjellot ka mundësu me t'i dhonë met, dhe me njëre reflektimi i parë, i kësaj përmirësie, është pozitiv, t'ka udhu në islam. Do në t'ka mundësu shuzim funksional, begatisht të ka dhonë. A liti këtë njëra jo, pëtën. A kupton këtë njëra jo, pëtën. Dhe kejtë kjo nga mirësia ti, s'ta ka pas barqë. Absolutisht. As ki marrëveshje me ta, as nuk të ka bojë që shtu pse ti i posaçëm, heq kur gjë. Wallahi krejt, fun e kry është mirësi. Ai ka dosh me të begatu, veç. Kur gjë tjetër, me kur gjë ti se ke meritu, ason as ti asaj, kur kush. E tëra është mirësi e ti, apo. A din so energjia akumulohet për adhurim dhe mirënjohje, wallahi, veç kur njeriu bën lidhje me strungut edhe rrënjve. Se ti kput jet i shkputur, ai të ka lidh. Ai po t'jap formë, ai po të formson, po t'jap kuptim të jetës tonë, po t'jap formë që dukesh dikushi, që shekon cung kur kush e heq. Prandaj, njohja kësaj begatie është padyshim një motiv i shtuar që besimtarin e shtyn që ta përmirëson cilësitë e adhurimit të Allahut Azza wa Jall, të kauzuar në Islam. Dhe kjo është begatia më e madhe që besimtari e ndin apo. E dyta, udhëzimi në Islam dhe ndëruar është të jesh pasardhës i cili do pejgamber që ka ardhur në tokë. Populli i Nuhit, a janë musliman? Pasues të Nuhit, a janë musliman? Po, patjetër. Pasues të Hudit alayhis salam, a janë musliman? Po. Pasues e çdo pejgamberi musliman. Andaj fakti që të ka udhëzuar në Islam, apo opet ka përzgjedh që të jesh musliman i një umeti më të përzgjedhur, një pejgamberi më të përzgjedhur nga gjithë, të ka bëu pasues Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ke mujt me atu në kohën e Ibrahimit alayhis salam? Ke mujt me atu? A ke mujt me atu? A ka mujt Allah me të sjellë në kohën e Nuhit alayhis salam? Po ke mujt me kohën e umetit Nuhit, alhamdulillah. Po nuk ka sikur se me kohën e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shiko sa e ka vonu ardhen tonë në këtë dunja që me të rrugë këty koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë u bë kjo? Me çfarë marrëveshje? Wallahi me kurgjë. Vepse Allahu po do me të bëj mirë atë. A ndin këto këtë mirësi që po ta bën vazhdimisht? Që kjo është që po themi wallahi el muhsin. Gjithmonë të ka bën mirë. Dhe gjithmonë të bën mirë. Sa më tepër e ndim këtë mirësi, më tepër e ndim turpin për mos mirënjohjen tonë, për ankesat tona të vazhdueshme, të paqëndrueshme, apo e që këtë turp me lenë Allah xhallahu ala, kur të prek në adhurime, janë ngrit çmimin atë. E bën kualitativ. Fakti që të ka bën mirë, të ka bën nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam atë. Sikur se Allah xhallahu ala thotë kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti më i mirë. Bashkësia më e mirë e mundshme që është nxjerrë ndonjëherë për dobinë e njerëzve. Nuk është nxjerrë në fytyrë tokës bashkësi e dashur tek Allahu dhe e dobishme për njerëz sikurse pasues e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E neve na ka bë njërin nga ata. A është kjo begati? Wallahi begati e madhe. E treta,
shtylla e tretë, apo është se na ka udhëzuar këtë Islam, na ka bëu pjesëtar të Muhamedit, të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po na e ka rujt librin i cili është lidhja jonë mes neve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë kuptimi ka me kon umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa Kur'an? Kur fa kuptimi s'ka. S'ka kuptim. Çka të lidh me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ky libër. Çka të lidh me Allahun xhallahu ky libër atë? Andaj Allahu ka inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. A nuk e ndin begatinë Allahu sa të ka shkruan me lezu dhe e din se apo asnjë shkruajnë të është e paprekur? Asnjë shkruajnë të nuk është e ndryshuar? Kush e ka ruajtur Allahu? Kush e ka ruajtur? Po miliarda para më dhon s'kish pas mundsi më ruajt apo. Wallahi më uqu me mira ushtar me ruajt kopën e Kur'anit s'mund me ruajt apo. Allahu ka thonë, o pat po do më të ndëru. Unë ta ruaj librin veç ai që ka për lexon Allah. As ka si më gjendje me bë. Dikush ta ruan, dikush kujdes për të, dikush ta ka zbrit, dikush ta rrit çmimin e leximit, edhe në fund të vesh dush me kap me lezunin rresht, ai çfarë se bën? E çfarë bën ti më apo? Këtë dikush ti ka kurrë, këtë, ti veç ki marr se me bë. Edhe sa nuk e bën. Edhe kë ndjen, na nxin të me lezu Kur'an më tepër. Për shkak se Allahu e ka ruajt prej kurthave të lloj-lloj keqbërsi, lloj-lloj qëllimqiu, lloj-lloj armiku që kanë tentuar me lut dhe me i përzit durt e dyta në librin e Allahu xhallahu ala që tik me pa kap pastaj nuk e përdhan bindjen. Tash ku e dit, veç me thon Kur'an, këtë rregull. Veç një ajet nuk dim bashkosht që ata e kanë rruar. A është lexu Kur'anin mo? E të bëkja që kjo është. Çdo ajet që e kështë lexu ishte bu vezvese. Mos o që kë, nësha që tu e kam prek. Allahu xhallahu ala për me garantu sigurinë e leximit dhe burimin e bindjes, ka thonë, mos i gale robi jam. Krejt që ka konë të, unë e kumë thonë. Pa shybe. Unë e ruj për këtë punë. Veç ti lexo edhe puna, ti graj, unë e ruj këtë punë. E s'pano, kjo është begati e madhe vallaj. Rujtja e Kur'anit, na nuk e ndim këtë. Nga ne nuk e përjetojmë këtë begati, këtë mirësi të madhe që Allah na ka dhënë, që na e ka rujt librin. A din që s'ka umet në botë, sa fletur ka sa libra ka zbrit, kërkuj se u ka rujt Allahu librin e vetë. Heq, rune vetë, se rujt, hub. Veç neve ka në rujt, po kush jem na Allah? Qka kem na ma shumë sa ata? Krejt qka ka pas popli, nuhit, të hudit, këti kem edhe na. Ose qka kem na kam pas edhe ata? Kam pas kokë, dur, kom, qështu ata jënë duk, njëjtë në konë. Bile kanë qenë matë fuqishëm se na, e matë mënaj se na, e kanë jetu ma gatë se na, kanë mujtë ma gatë me lezu Koran se na, kanë mujtë ma gatë me bujbatet se na, këti kanë mujtë ma shtepër. Na këti kena ma pak. Edhe ma të ligë jemi, edhe ma dopt jemi, edhe ma të shkurt jemi, edhe ma pak i rënujmë, këti kena ma pak. Këti tjerë i kanë vetë rune. Se rune s'ka liber zotit më optën. Ty ta ka mundësu optën. Me ta rujtë. Veç aje që e kapë dhe lexon. Aje që mirësh me te. Kjo është bëmirësi, vëllai, kjo mirësi e madhe Allah xhallahu ndaj teje që ka bëu Allah te barekutaala, që duhet ta ndim gjithmonë. Sa herë të kap Kur'anin din që jetu kap një libër i cili nuk ka psu asnjë ndryshim, asnjë shkronjë e tij, asnjë sure e tij, asnjë rresht i tij, asgjë prej tij nuk është ndryshe, përveç sikur që ka dalë nga goja e Xhibrilit në zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë është njëjtë? Një sikur se me armë ta shpall ty Xhibrili sot, njëjtë është sikur që ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A kjo është begati e madhe. Këtë e bën el Muhsin. Veç do me të bëj mirë atë. Për asgjë tjetër. Nga se Allah xhallahu ala e ka përmbush begatin dhe rabbe, u ka dërgu pejgamberin, u ka sëru obligimet, u ka zbrit librin. E humbni, ju dështani. Mirë po, u ka rujt librin. U ka rujt litarin që i lidh me Allah xhallahu xhelalu. Dhe kjo është një shtyllë e rëndësishme e njohjes mirësive të Allah xhallahu ala ndaj robëve të tij. Dhe kjo është shtylla e tretë. Shtylla e katërt është ta ka dhënë Islamin, të ka bërë nga umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ta ka ruajtur librin edhe halat bë mirë atë. E çka mo? Të ka mundsu me ditë për këtë libri atë që duhet më lidh me Zotin xhallahu xhelalu.
Kush ta ka mundsu me e njoft dhe me e ditë surën Al-Fatiha? Allahu xhallahu ala. Është në gjuhë tjetër, nuk është në gjuhën tonë, ka vërtetësi ta ka mundsu me njoft kuptimet e fjalëve të tij. Madje a nuk po e ndin tash këtë bamirësi që Allahu xhallahu ala ka ndëruar të ka mundsu që me i njoft emrat e tij, duke e njoft Allahu xhallahu ala, aso është begati dhe mirësi që duhet ta ndim. Gjitha këtu burojnë nga njohja e këtij libri. Nga sa adini dhe nëror se ka më ardhë kohë dhe ka pas të kaluara, po do tjetë dukuri para jomën qiyama që njerëzit nuk do din që ka konkuran. Atë do të kujtuar se kanë pas libër, po nuk do din çfarë në esencë ka në te, a çfarë në esencë ka pas në te. Nuk do gjojnë kuptime. A ka njerëz që e din se Kurani është i vërtet? A ka njerëz që e din se Kurani është fjalë e Allahut xhallahu ala, po nuk din prej atij asgjë? A ka njerëz? Ka njerëz vallahi. Ty Allahu xhallahu ala të ka bo mirë, duke të mundësu që me ditë edhe ajete për ti, por me ditë kuptimet ajeteve të ti, e me ditë regula, dispozita, me të mësu Allahu xhallahu ala atë që të bën dobi. Andaj edhe kjo është bëmirësi që njëri e din, para në tash në ditë e Dhul-Hijjës, kush të ka mësu që kanë vlerë? Wallahi ka mund me konë se shkurtë e marë se njëjtë për ty optën e për mu. Se për që këshum ditë na me i dalu ditë e Allahut azza xhela optën. Po ajtë ka mësu optën. Ajtë në Kur'an ka bëbë, wa layalin 10, apo ka është betu në 10 ditë, e ta ka mësu çka në këto 10 ditë, e të ka mësu çka në këto 10 ditë, a nuk është kë për te i rujtjes edhe një mirësi e madhe që të ka mundësu si me përfitu për ti. A nuk është Allahu xhallahu ala i cili na ka thënë, për mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kush e lexon një harf nga Kurani 10 sevape i ka, kush të ka mësu kështu? Allahu xhallahu xhallahu. Andaj ka thënë allama al-Quran ar-Rahman i gjithëmshirshmi, ai i cili allama, ai ta ka mësu Kur'anin. Allama al-insana ma lam ya'lam. Mësuan al-alaq, ja ka mësu njëri ai që njëri s'e din. Kur s'e ditë. Apo kur s'e ditë na ka mësu Allahu xhallahu ala. As s'e ditë mu fal, as s'e ditë çka kibla, as s'e ditë çka është abdesi, as s'e ditë çka është Dhul-Hijja, as s'e ditë çka është Shawali, këtë Allahu xhallahu ala ti ka mësu ti. Për ka ti ka mësu, për klibe që ta ka rujt. Andaj, për te i rujtjes është begatia e mësimit, dhe për te i begatisë e mësimit është begatia e mundësisë e punës, sa ka njerë që e din të legjën që favlere e kapën, por kalon si kurse me konë shtatori e shkurti e marsi, apo, që kam problem këtë punë, apo. Andaj, kra që ta ka mësuar liren, të ka jabë sukses që dhe të ka bo mirë, që të punash duke i shvizuar këto ditë. Dhe shtylla e 6 e kësaj mirësie e dhëruar, këtij trungu të fuqishëm, shtylla e 6 e para thamë cilla Islami, shkalla e 2 ka bëu umat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shkalla e 3 ta ka rujt Kur'anin, shkalla e 4 ta ka mësu Kur'anin, shkalla e 5 ta ka mësu me punu me te, e shkalla e 6 të ka bëu mirë Allah xhallahu ala atëherë kur ty të ka bëu ndoshta burim të mësimit të ndokujt për Kur'anin atë. Ka mujt filon më mësu vetë Allahu namazin, ose dikon tjetër më bëu sebeb, si shmet keqaj. Ka dosh po du ty me të pagu mëse që ti jepën. Po du ty me të pagu këshillet që ta jepën. Po du ty me sprovly ti kallzoj akti këtë rregull atë. Edhe këtu ka po mirë Allahu xhallahu xhelalu. Handin kët dikujt më shumë, dikujt më pak, po rëndësishmë është të ka begatu Allahu xhallahu ala. Të ka mundsuar që dikujt një fjalë të mirë t'ia thosh në emër të Allahut. Ne besoj që këtu asnjë pinëve nuk ka dikush që kur kërkon se ka këshillu për Allahut azza xhel. Dikush më pak e dikush më shumë, po gjithkusht dikujt i ka thonë që ki frikë Allahun. Allah ka bëu obligim namazin, kjo është haram. Apo asaj që mirësia të ka angazhu punëtor të ti që tjerëve tu mësosh atë që Allah ta ka mësuar ty. A është kjo mirësi? A ndin këtë mirësi? Pa këto mirësi në rrugë të shumta. Këto janë bazë e mirësive. E sa ka nën këto mirësi, e nën ato mirësi tjera, e nën këto të tjera të panumërta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nuk keni mundësi kur në kurës të numëroni begatit e Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, njohja këtëre begative në mënyrë të renditur kështut dhe meditimi rreth tyre, padyshim se në ndihmon në njohjen e emrit të Allahut el-Muhsin. Dhe sa më tepër e njohim emrin e Allahut el-Muhsin, aq më tepër ndëruar edhe bëjmë punë të mira. Nga se ihsani që ka punë e mirë. Apo emri Allahut el-Muhsin buron nga kjo e mirë.
Pra në sa më tepër e mnjë Allahun el Muhsin, aq më tepër çfarë bëjmë? Punë të këqija, punë të mira. Esenca e çdo është jetë të bëjmë punë të mira. E këna duhet në këtë 10 ditën e parë të muajit Dhul-Hijja. Dhe ka mbet edhe pjesa që ka të bëjë me degë dhe gjethet të këtij druri të njohjes së mirësive të Allahut ndaj neve, e të cilën do ta përmendim inshallah në pjesën e dytë. Për pjesën e parë me kaq po japon fund. Allahu shpëlbet sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.